Por zoti Rama aty klanet e tij goditën dhe zotin Ahmetaj, që përthirisë së vërtetës ka dhe ai 2 vite që është në hetim dhe zoti Rama po ju kujtohet çfarë tha nga Asambleja e Partisë Socialiste, që po t'isha unë prokuror, do t'i kisha bërë atë e këtë zotit Ahmetaj. Dhe ndodhi që pas fjalimit të zotit Rama, ndaj zotit Ahmetaj u mor masaj sigurimit. Ai fati ti i mirë që ai e kuptoi dhe u largua nga Shqipëria. Se sot do ishte 2 vite në paraburgim zoti Ahmetaj. Dhe javën e kaluar ju kërkoi prokuroria zgjatjen e afatit e tij edhe 3 muaj. Por nëse ai do ishte këtu në Shqipëri, kush do t'i paguonte gjithë ato kusure 2 vite e gjysmë në paraburgim? Ja, kjo është ajo për të cilën ne e themi që drejtësia deligjojë. Dhe nuk është herezi, nuk e shikoj herezi këtë, që pse zoti Rama ka kapur prokurorin, se çdo kryeministër e ka ëndër ta kapi prokurorin. Nuk e kap dot në Francë, ose se kap dot në vende të tjera, por dhe në Francë pas kanë kapur me sa pam me atë dënimi që i bën asaj kundërshtares të zotit Sarkozy, Le Penit. Dhe kështu që dhe në Amerikë po deshet ju ka prokuroria nga Bideni për të goditur zotin Trump. U desh që të vinte fitonte zgjedhjet zotit Trump që t'i binin akuzat se po mos i fitoi zgjedhjet sot do ishte e sigurt që do ishte në mas arresti. Kështu që prokurorit kërkohen të kapen nga politika. Ka prokurori siç është Italia, që Giorgia Meloni nuk e kap dot sepse ata prokurorët kanë atë integritetin, kanë profesionalizmin e kështu me radhë që nuk kapen. A është duke përgatitur terrenin e saj politika konkretisht sa i përket dhe përdorjes së mandatit të kreut të SPAK-ut që në mos gaboj ka të bëjë në vjeshtën e këtij viti? Shiko, ju pak më parë më thatë që do shkrihet, kërkoj të shkrihet SPAK-u. Kjo nuk është sepse nuk është e thoni ju, por kjo është një perceptim tani që është ngolitur dhe te publiku nga shumë kolegët tuaj. SPAK-u nuk ka si prokuroria në çdo vend të botës do ekzistoj, sepse thash, është krijuar që 2000 vite para, që në Romën, në Peradorinë Romake, kur krijuan institucionet e së drejtës kështu me radhë. Por që ta ribësh institucion, kjo nuk do thotë shkrim, që janë shumë prokuror në prokurorinë posaçme që e marrin pagën kot, po dhe kjo s'ka pikën e dyshimit. Dhe mos harrojmë që janë prokuror që paguan nga 6.000 deri në 7.000 euro pagë mujore. Dhe zoti Dumani e ka pagën 90.000 euro në vit, 90.000 vetëm rrogën e tij, pagën e tij, pa beneficet e tjera që janë ruajtja e familjes, e banesës, rohet, bodyguardët e kështu me radhë, që ne na shkon rreth 12.000 euro në vit, të kuptojmë. Por tani që ne të paguajmë kaq 1.000 euro prokuror të cilët kanë dosjet aty, i kanë dosjet e krimit aty, i kanë dosjet e politikanëve aty, i kanë dosjet e krimit zgjedhor aty, s'ka ECC ka ardhur, s'ka Ekroçati ka ardhur, ajo si e ka ky platforma tjetër Matrix ka ardhur, dhe emrat e politikanëve janë aty, emrat e personazheve janë aty, dhe ti nuk arrin dot të marrësh përgjegjësi penale, atëre për çfarë të duhet SPAK-u? Për çfarë të duhet SPAK-u? Për Jovelia diej që çfarë po bënte bizneseve dhe çfarë po bënte korrupsionin aty. Te SPAK-u nëse do të hetoj ja ku i ka sot krimin zgjedhor, që i ka kryetarët e bashkive me gjithë enturazhet e tyre, shkojnë në Athinë, shkojnë në Rom, shkojnë në Mbretërinë e Bashkuar, në gjithë Europën, me çfarë shkojnë këta? Me çfarë para shkojnë këta? Kur një kryetar bashkie pagën e ka 1.200-1.300 varet nga bashkia cilë drejton euro në muaj. Një nënpunës i bashkisë e ka 500, 600, po 700 euro në muaj dhe lëviz kanë çdo të shtunë, çdo fundjavë nga do shkon kryeministri pas. Pse se lufton këtë krim zgjedhor SPAK-u? Ja, kjo është pyetja. Ja, kjo është pyetja. Ne nuk na del, ne avokat paguhemi po deshet ju edhe më shumë. Dhe 4-5 fishin e 6 fishin atyre kryetarëve bashkisë në muaj, edhe ne nuk na del, u dal ka këtyre dhe që lëvizin gjithë Europën me paratë të taksa paguesve. Prandaj them që SPAK-u është institucion që deri sot, përveç atyre luftës politike që ka bërë brenda apo luftës politike të kundërshtarëve të Edi Ramës, nuk ka kryer asnjë punë tjetër që ta ketë nisur një hetim
të thelluar nga aja ta kequar të xeta, sepse edhe dosjet që ka aty, ka qenë dosjet të kallëzimeve që kanë bërë shoqatat, grupet saktore apo dhe partit politike, dhe ka SPAK-u i sforcuar ka kryer arrestime. Më thoni një çështje që e ka nisur nga aja të xeta. Po një që ka nisur hetimet vet me mjete proaktive, me mjete përgjimi, që ta ketë bërë kryer, ta ketë finalizuar me disa arrestime dhe të ketë bërë për para përgjegjësisë penale. Më thoni një rast të vetëm. Atëre, për çfarë të duhet një strukturë e tillë, kur ajo strukturë nuk funksionon pra? Nuk funksionon më. Ti ke inceneratorin e Tiranës sot, i cili nuk ekziston më, nuk ekziston, nuk është. Ju nuk e di nëse keni shkuar të shikoni varrezat e Sharrës me landfillin e Tiranës, po bashkohen bashkë. Nuk ekziston, ke landfillin e Vlorës që duhet kishe përfunduar 2023 dhe sot e kësaj dite nuk ka përfunduar dhe plerat çdo 6 muaj kur fryn erë gjej rasti që fryn erë fort, i vën flakën që të digjen dhe mbytet Vlora me tyb. Dhe askush nuk shkon përgjegjësi penale. Ke dy anije në Vlorë aty që janë bërë qoftë për ambasadoren e Amerikës, zonja Yuri Kim, që ne qytetarët paguajmë 90.000 euro çdo ditë për të mbajtur ku dëgjon anije të kalbura në Bangladeshi, për të bërë qoka politike dhe SPAK-u nuk i shikon më. Kemi inceneratorin e Fierit Elbasanit që ja paguar lekët dhe nuk funksionon më. Po këto janë taksat e qytetarëve, për çfarë ndërtua SPAK-u? Për çfarë ndërtua më? Kemi investitor strategjik që Belinda Balluku po jep nga mëngjesi në darkë. Po jep nga mëngjesi në darkë. Këte tokat e mia, se s'do të flas për veten time, se s'jam këtu për të folur për veten. Tokat e mia në Muzeqe, po mi merr Belinda Balluku, po mi shpërndan oligarkëve për vota sot që flasin bashkë, me statusin e investitorëve strategjik ose hajdutëve strategjik, se kështu do t'u hapësh emrin. Ja kjo është më. Merr SPAK-u në përgjegjësi penale kryetarin e bashkisë së Himarës për shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv, por nuk merr përgjegjësi penale ministre dhe bashkëshortin e saj për korrupsion aktiv. Po si të cilë, për çfarë me kë ka për korrupsion e ky kryetari i bashkisë, se edhe në seks duhet një aktiv e një pasiv, edhe në korrupsion kështu është, një aktiv e një pasiv. Kjo është historia. Prandaj që gjitha këto të bëjnë, që ajo strukturë nuk funksionon. Me gjithë dëshirën e madhe që mund të kenë njerëzit pritshmëri, se unë s'ka pasur një pritshmëri. Kështu që dhe zoti Berisha, në të drejtën e tij sot, një strukturë që ne paguajmë dhe nuk funksionon, punon për qoka politike, atëre, përse ne duhet ta paguajmë akoma? Kur ne mund ta ribëjmë në e para, me prokuror me djem dhe vajza, që duon të kontribuojnë për këtë vend, të cilët ka një farë backgroundi dhe ka një farë përgjegjëshmërie për të ndërtuar këtë vend, to a çojmë atje dhe të pedhur, se së fundi botës o Artin Dumani, o Bear Dibra, o Milonaj, o ai ta bëjnë. Jo, lërës se bën dot molla. Kërkojnë dhe mbrojtje e shtesë, këta se kërcënojnë. Po si kërkojnë skuna, kush e kërcënon ty më? Po ti ke prokuror që hoqin nga sistemi të krimeve të rënda, janë nëpër Tiranë aty, edhe kanë të dhënë burgime të përjetshme gjyqtarët dhe prokurorët kanë hetuar dhe si ka gasmon njeri aty ke në Tiranë, nuk ka vanjeri t'i vrasi ata. S'ka vanjeri t'i vrasi. Para në të qenë 100 vjeç, kish fut gjysmë e Shqipërisë me burg dhe kish pushkatuar 20.000 veta. Nuk 100 vjeç vish nga Perëndia, nuk vati ta vrisë njeri në rrugë. Këta po po kështu i kërcënokan këta. Po le mor tani se këto janë historira koti, nuk i beson më njeri më. Kuptoni çfarë nivelesh flasim apo jo? Nivele mediokriteti më është nivele qesharake.